Të rinjt në Kosovë në përgjithësi mund të kenë probleme të ndryshme, por kur vjen puna tek femrat dhe e drejta e tyre për të vendosur për veten, ato mund të hasin në probleme edhe më të mëdha. Kur flasim për ndërprerjen e shtatëzënisë, femrave në Kosovë u garantohet me legje drejta për abort, por vetëm deri në një fazë të caktuar. E ato jo gjithmonë shpëtojnë pa pasoja gjatë këtij procesi. Me ligjen në fuqi të Republikës së Kosovës, një femër e moshës madhore mund të vendosë vetë mbi ndërprerjen e shtatëzënisë deri në fund të javës së 10. Kurse çdo ndërprerje shtatëzënisë pas kësaj kohe duhet të bëhet me komision shëndetësor profesional. Aborti lejohet edhe pas javës së 10, madje në çdo periudhë të shtatëzënisë për arsye mjekësore. Kurse për arsye kriminologjike, një femër ka të drejtë të ndërpres shtatëzëninë gjerë në javën e 22. Sipas këtij ligji, aborti në vendin tonë është i lejuar prej javës së 10 deri në javën e 10 në fakt të shtatëzanisë, duke e llogaritur ditën e parë të ciklit menstrual të fundit. Kjo është ai definicioni me cilin përcaktohet ndërprerja e shtatëzanisë në vendin tonë dhe sipas këtij ligji, secila femër ka të drejtë të bëjë ndërprerjen e shtatëzanisë duke i plotësuar këto kondita, këto kushte dhe kjo ndërprerje është ndërprerje elektive, do thotë ndërprerje planifikume. Fatkeqësisht ne nuk kemi një sistem të mirëfillt të informimit shëndetësor me cilin do t'i mbledhim gjitha dhënat dhe do dalim me dhëna të sakta për numrin e aborteve në Kosovë, por abortet, sepse me ligj janë të obliguara gjitha institucionet që të bëjnë raportimin e aborteve. Mirë po, në institucionet publike në cilat ne grumbullohemi dhënat, numri i aborteve është i vogël, fatkeqësisht ndoshta është numër real sepse shumë pak i kryen aborte në institucionet publike. Në vitin 2019 kemi pas 190 ndërprerje të shtatëzanisë, kurse deri më tash e kemi pasur 47 aborte apo ndërprerje të shtatëzanisë. Do të për shkak se pandemisë, ndoshta dikush mund ta përfundoj ndërprerjen e shtatëzanisë, ndoshta në ndonjë spital privat, mirë, po tani kanë qenë këto shifra. Institucionet shëndetësore në Kosovë nuk kanë të dhëna të sakta sa i përket numrit të aborteve që bëhen brenda vitit nëpër klinika apo spitale publike e private. Madje, gjatë realizimit të këtij dokumentari, kemi kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë listën e spitaleve ose klinikave ginekologjike të cilat janë të licencuara për të kryer aborte. Edhe pas një muaji, një listë të tillë nuk e kemi marrë. Hulumtimet nxjerrën në pa se në klinikat private realizohen abortet, ndërsa mendohet se aty është numri më i madh i femrave që vendosin të abortojnë, qoftë për shkak të privatësisë apo edhe për shkak se mund të kalojnë më lehtë procedurat. Madje, në një hulumtim të bërë më shumë se një vit më parë, është gjetur se në klinikat private të Republikës së Kosovës, çmimet për një abort variojnë nga 300 deri në 1000 euro. Unë kam vrejtë të kjo pjesa aborteve legale. Shumica e klinikave private, ginekologjike, unë mendoj se kryjnë. Ndoshta një pjesë e madhe e tyne e kanë hiq këto si fenomen, po ne kemi raste tashmë edhe të vërtetuara që barten pacient nga klinika e ginekologjisë dhe shkojnë në klinika private për të abortuar. Megjithatë, unë konsideroj se këtu edhe shteti ka mbyllë, se nuk ka një kontroll të mjaftueshëm mbi institucionet shëndetësore ose klinika ginekologjike në institucione private. Janë raste shumë të ndihshme ku nanat kryesisht druajnë nga ankesa edhe nuk dëshirojnë që ajo mandej të stigmatizohet ose diçka ngjashëm, edhe mbyllen, kryesisht mbyllen. Ne kemi përcjell raste kur këto tashmë janë të vërtetuara, por ne kemi qenë shumë kundërshtar të denimeve për të cilat janë dhënë nga institucionet për raste të tilla. Për shembull, kemi një rast që UDA mjekëve ka dënuar vetëm me 1000 euro për një abort ilegal, edhe kjo për neve ka qenë komplet e papranueshme. Në 2014 kështë realizu aborti turpi mbi trupin. Në QKUK kam vizitu sallën ku realizohen abortet
edhe në muret e sallës ka pas afishe dhe postera ku shkruante aborti është krem i bërë me duart e nënës. Të bësh abort është të vrasësh një foshnje, të cilat faktikisht janë qëndrime në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Fatmirësisht ato janë largu nga salla, për shkak se ne vlerësojmë që ato i kanë bo presion vajzave dhe grave të cilat kanë dashur me realizu një drejtë tyne bazike. Megjithse me nenin 14 të ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë, ndërprerja e shtatzënisë me motiv të përzgjedhjes së gjinisë së frytit është ndaluar, një gjë e tillë ndodh në Kosovë. Derisa abortet në spitale shtetërore lejohen vetëm në bazë të ligjit, thuhet se aty nuk mund të kryen aborte selektive. Kjo për shkak se gjinia e foshnjës mësohet më vonë se sa e lejon ligji abortin. Rrjedhimisht janë klinikat private, ato tek të cilat gjejnë zgjidhje gratë, të cilat vendosin qoftë të shtyra nga mendësia e qoftë me vetë dëshirë të bëjnë abort. Plot gra janë detyruar me abortu fëmijën e tyne veç për shkak se ka qenë vajzë, sepse në Kosovë, si edhe në vendet e tjera patriarkale, gratë shtyhen apo vlerësohen sa ma shumë që lindin djemë. Ne jemi edhe vetë patriarkal, për shkak se jetojmë në një shoqëni të tillë ku na imponohet të mendojmë që djemët mi janë ma të vlefshëm se sa vajzat, edhe po fatkeqësisht ka edhe raste ku edhe nanat ndihen të pavlefshme nëse nuk riprodhohen apo nëse nuk lindin djemë. Kemi edhe raste që flitet për shembull për abortet e dhunshme, kur shumë shpesh për shkak dhunës në familje të ushtruar nga burri, ku nati vjera, gratë janë rrëzu, janë lëndu edhe si rrjedhoj kanë pas aborte, pa vendimin e tyne, po si shkak e një dhune fizike që ju ka ushtru. Kemi dhe abortet selektive dhe kjo është mjaft shqetësuese në shoqërinë tonë, sepse për të bërë planifikime dhe për të pasur fëmijë të gjinisë mashkullore, zakonisht bëjnë aborte derisa të lindin fëmijën e gjinisë mashkullore që ata dëshirojnë. Dhe zakonisht kjo situatë apo kjo gjendje manifestohet kryesisht në shoqëritë me mendësi patriarkale, sikurse është një pjesë bukur e madhe e vendeve të Ballkanit. Ndërprerja e shtatzanisë e lehtësime me ligjet të Kosovës, me ligjet në fuqi, është deri në javën e 10 të shtatzanisë. Kështu që është e pamundur identifikimi i shtatzanisë përpos me analizat gjakut, me nefte, me këtu. Kështu që ndërprerja e shtatzanisë selektive në klinikën obstetrike ginekologjike nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh. Një mënyrë tjetër sa e rrezikshme, aq edhe e palegjshme në Kosovë është përdorimi i tabletave të cilat shkaktojnë abortin. Nuk janë në listën esenciale të barnave, nuk lejohen të përdoren pa mbikëqyrje të mjekut, por pavarësisht kësaj, nëpër barnatorit e Prishtinës shiten këto lloje të barrave. E në klinikën obstetrike ginekologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës përdoren po ashtu këto barna, por nuk janë të lejuara të përdoren pa mbikëqyrje të mjekut. Për çka është kjo? Po? E për abort është për me... A përdorim me për shëta? Mu pasëm do më hanë shto. Hajt dytë lutëm pra. Që që kjo është ka përmit se s'ka pasan dytë në farë. Letë të mirë, të gjithë. Po të që mërë në pasa se unë e kam pështu për abort. Se për që tema, se kjo është të më që ndikta në të që të roste. E dhe në cilën janë? Edhe para që të do njësi se kam po atë shka probleme ose... Po. Ja. Shalla ka efekt se aborti a kry, në sa më në kry. Nësa që se... Ka që ka qatë për doktorit, ashtu na... Po se... Ne për konkludime, diçka ma tjetër. Formë tjetër e abortimit është përdorimi i disa tabletave,
të cilat ne kemi dëshmu që janë shit ilegalisht në kuptimin pa recetë të mjekut nëpër banatorët e Prishtinës. Nuk janë tabletat të cilat janë në listën esenciale të barnave, përdoremi në mbikëqyrjen e mjekut, me doza të caktuara, me doza të lejuara që ipen në tërë botën, do të thotë, e kemi protokollin e dhënë, mirë, po vetëm të ne nuk janë në listën esenciale. Do të lejohen nga ana e mjekut, për të cilën edhe vendosja dhe aplikimi i tyre bëhet në prezencën e personelit shëndetësor. Mirë, po metoda më e shpeshtë është aplikimi i citotekut, që e blejnë pa recetë mjekësore nëpër banatore, e përdorin të shtëpia pa e ditë dozën e caktuar, pa e ditë komplikimet, pa e ditë, kështu që kjo metodë përdoret zakonisht në kohën e tashme, do të aplikimi ilegal i terapisë medikamentoze për ndërprerje të tazanisë. Megjithëse se Kosova është zyrtarisht një vend laik, shpesh për shprehje të mendimit dhe vendime të ndryshme, kosovarët thirren në qëndrimet e fesë. Qëndrimi i Kishës Katolike për dallim nga feja islame është shumë më strikt në lidhje me abortin. Madje, derisa te muslimanët lejohet aborti në një fazë të caktuar edhe për planifikim familjar, Kisha Katolike për asnjë moment nuk e pranon abortin. Për Kishën Katolike, jeta e njeriut është vlera më e madhe dhe asnjë vlerë tjetër nuk mund të mbipeshon mbi ta. Kështu që çdo akt i cili do të ishte kundër kësaj vlere, për Kishën Katolike është i papranueshme dhe është një akt kundër jetës dhe si i tillë është një akt moral i rëndë dhe aborti është pjesë i kësaj dhe si i tillë konsiderohet i papranueshëm për Kishën Katolike. Aborti, pa marrë parasysh çfarë është dhe cilat janë shkaqet e tija, është një akt kundër jetës dhe çdo akt kundër jetës është i papranueshëm për Kishën. Në qoftë se aborti ndodh kur embrioni ka 40 ditë që nga ngjizja e tij në mitrën e nënës, atëherë norma islame ose qëndrimi islam rreth këtij aborti në këtë fazë, sepse në fakt edhe ky është një lloj aborti, sepse edhe ky është një lloj ataku në zigotën tashmë të formsuar në mitrën e nënës, është një qëndrim paksa më tolerant. Dhe ende është në atë fazën që ne quajmë si gjak i ngjizur, apo edhe faza e formës së modgas që quhen Zoti i Madhërisëm si mish i përtypur. Çfarë qëndrimi islami ka rreth atakimit të embrionit në këtë 40 ditën e parë? Shumica dërmuese e juristëve islam thonë se në këtë fazë edhe nëse bëhet abortimi i këtij embrioni ose këtij gjaku të ngjizur, kësaj zigote të formsuar, po jo si figurë njeriu të formsuar, është i lejuar, por jo i preferuar. Prej 40 ditëve deri në moshën 120 ditore të foshnjës, në këtë fazë është e ndaluar, kur themi ndaluar, i bie që ne nocionet tona fetare është haram, që të ndërhyhet ose të bëhet çfarëdo lloj ataku ndaj embrionit në këtë fazë, dhe në këtë fazë do të tolerohej vetëm për arsye të justifikueshme. Foshnja kur bën 120 ditë jetë në mitrën e nënës, tashmë është koha kur Zoti i Madhërisëm i fal jetë atij, i jep shpirt atij. Dhe meqense i është dhënë jeta në moshën e tij 120 ditore, pastaj çdo lloj atakimi, çdo lloj sulmi, çdo lloj përpjekje për ta ndërprerë vazhdimin e jetës së tij pas kësaj faze, nuk është më vetëm e ndaluar dhe s'është më vetëm ajo që ne e konstatojmë që është haram, por përbën edhe krim të vrasjes. Në qoftë se konstatohet se nëna, bardhësja, shtatzëna e kësaj foshnje rrezikohet jeta e saj nëse ajo vazhdon ta mbajë në mitrën e vet fëmijën, atëherë në këtë rast këtë konstatim që duhet ta jap prap ekipi ekspertëve, i mjekëve, ginekologëve, në çështë situatë ne mujmë me dhënë dritë të gjelbërt për të ndërhyrë dhe për ta bërë abortimin e atij fetusit, tashmë që quhet edhe në gjuhën shkencore medicinale.
Edhe 11 vite pas miratimit të ligjit për ndërprerje të shtatzënisë, në Kosovë të vetmet institucionet që raportojnë në Ministritë të Shëndetësisë për numrin e aborteve janë spitalet publike. Bazuar në këtë, një numër i madh i aborteve që kryen në Kosovë nuk janë të regjistruara, pasi institucionet private nuk raportojnë për këtë. Në kohët e fundit, as Inspektorati e as Policia e Kosovës nuk është raportuar të ketë pasur ndonjë aksion për të kontrolluar në masa të rrepta këto klinika ginekologjike private të cilat kryen aborte.